Mirëmëngjes të dashur akrepër, do bëjmë një mesazh për ju dhe është 9 të shkopive. Të dashurit e mi, 9 të shkopive është një fletër që flet për lodhje, qëndresë dhe mbrojtje pas shumë betejave. Tani kur them unë pas shumë betejave, dua të koncentrohem në një gjë. Këtu nuk është e gjithë jeta juaj kështu, që pak nga to mund të ketë, por që është e fokusuar në një gjë që ju ka lodhur. Shikoni këtu një ilustrim të thellë emocionalisht, figura është e ulur apo e përkulur me një mas të errët si për të fshehur plagët e mbrëmshme. Por gjithsesi mban një fener, shikoni këtu, fenerin të ndezur, simbol i shpresës dhe forcës që nuk shuhet. Po, të dashur akrepër, jeni lodhur për diçka është më se sigurt. Edhe pse ke plaga akoma qëndron në këmbë. Ky është një moment i ndjeshëm mes dorëzimit dhe vendosmërisë, të dashur akrep. Mos e humb besimin. Je shumë më afër përfundimit se sa mendon. Pse po them kështu? Nga që është numri 9. 10-tat janë përmbushje. Do të thotë vetëm pak ka për të arritur aty. Për çfarë duhet të bëjmë derisa të arrijmë aty? Kujdesu për veten. Rezistenca kërkon dhe pushim. Vendos kufi të shëndetshëm me njerëz apo situata që të raskapisin. Mos hiq dorë tani, nga që jeni më afër se kurrë. Të gjitha këto, të dashur, është një lloj bllokimi, një lloj rezistence, një lloj lodhje për çfarëdo që të jetë, por që është ai fener i ndezur aty dhe të thotë ju jep shpresë që më e keqja ka kaluar, ta them kështu, dhe jeni afër të një zgjidhje afatgjate, të dashur akrepër.